Një tjetër punë publike në pritje të sezonit turistik për të cilën gjithë qyteti tashmë po përgatitet, është edhe shtimi i gjelbërimit në rreth rrotullimin e skelës, një donacion ky i dy bizneseve të njohur në qytet, ndërsa ka inspektuar procesin edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli. Ai ka shprehur mirënjohje kundrejt gjithë dashamirësve, të cilët edhe në mënyrë modeste kontribuojnë për këtë qytet. Arsyeja që jam këtu është jo vetëm se është duke bërë një punë publike për në përgatitje të sezonit turistik, cilin të gjithë ne qytetarët e Vlorës jemi të angazhuar për ta pritur mirë, për të rehabilituar këtë rreth rrotullim. Arsyeja që më ka bërë që të jem këtu është për të falendëruar në radh parë dy biznesmen të qytetit, Aulona Lift dhe Hotel Paradise, të cilët kontribuan në dhurimin për Bashkinë e Vlorës të 2500 rënjve BIM, të cilat do të zbukurojnë këtë rreth rrotullim. Do doja që nëpërmjet jush, nëpërmjet kamerave të këtij televizioni, t'ju rris ndjeshmërinë të gjitha bizneseve të qytetit, të gjithë qytetarëve që kanë mundësinë dhe kanë dëshirë të ofrojnë diçka për ta bërë Vlorën tonë më të mirë, të bëhen pjesë. Unë jam mikpritës dhe absolutisht falendërues për çdo kënd që bën, qoftë edhe një gest të vogël në favor të qytetit. Qendra e zonës në skel si një zonë e cila i jep mirëseardhjen drejt Bërgdetit, çdo ditë po ndryshon pamje. Tashmë palmave të vendosura në hyrje të sheshit të skelës i shtohet edhe një larmi ngjyrash me parkun e vogël botanik tek rreth rrotullimi në skel.